Është lab Edi Rama, ka... Ndofta nuk është lab, po ndofta kjo është ajo që na bashkon bashkë që karakteri dhe zakonet e tia kanë të bëjnë shumë me labrin. Po kështu në njëre, ke bërë një debat me Edi Rama? Tani, thonë që ku ka debat ka edhe zhvillim, ka edhe... Ke bërë debat, e po se këtu të regohet karakterin. Tani çfarë do të them tani që kam për debate unë me Edi Ramën. Dëgjoj, ka një hierarkinë të dy në kushte. Jo, atë e ke respektuar ti se atë tregohet, po ti thua o komandant, po këtu kjo është gabim. Debati ai burr ka bërë që ai të merr mes natës dhe thotë ç'a bëhet me këtë punë dhe dua të bëj këtë punë. Po, është i vetmi burr, prandaj ai është i vlerësuar, e prandaj ndofta hajde votohet më shumë nga të gjithë. Imagjino ta kishe fikur një herë telefonit. Ku i fik mos i fik telefonat? Foto tjetër. Qeveria. Tani ma bëj mua këtë nder. Çfarë do? Ma bëj këtë nder të mos merrem me këtë pjesë unë. Jo, vetëm diçka kesh. Vetëm diçka kesh. Jo, nuk do të ndofta një pjesë i njoh dhe një pjesë nuk i njoh. Dhe nuk pëlqeu qeveria po jo. Tani më dëgjoj mua, nuk jam unë ai që vendos qeverinë, tani këtë pjesë ma kurse këtë pjesë. Okej. Se nuk duaj, më rregull, nuk duaj që unë të prononcohem për ndofta të bëj në rregull. Foto tjetër. Tani Edi Rama pse të do ty? Pa mirë ti e mora veshun që e do shumë Edi Rama. Po tani pse më do Edi Rama mua? Po tani do të pyesni Edi Rama pse më do Edi Rama mua tani? Se pyes do të për këtë unë Rama, do të pyes ty. Tani në një filozof i madh nuk jam unë, që ta dish. Them nuk s'kam turp, por në përgjegjësinë që marr jam korrekt dhe jam i përgjegjshëm për ta çuar deri në fund. Ktu jeni të PS-ja? Këtu jemi faktikisht këtu jemi. Pallati Kulturës. Themon ku jemi tek Pallati Kulturës. Sheshi Skënderbej. Pemët aty po. Kur mbaroi qendra e Sheshit Tiranës. Kur mbaroi. Nëse zakonisht Rama kaq kështu kaq afër dhe kaq nuk është se bën me një socialist, po kjo më bëri shumë shtyp. Foto tjetër. Ky nuk është Kobe Bryant. Po shiko. Kush e vuri këtë te palestra? Kush e pikturoi? Është një ndër investimet. Po? Ndër ato të shumta investime në Bashkinë e Tepelenës dhe kjo është qendra multifunksionale në qytet që po ta shikosh dhe ju mirë bëni që e nxini kështu, po pse nuk e nxini siç ka qenë më parë, ajo siç e gjeta unë atë me Edi Ramën. Me marr me mendur atë. Dhe një Renault, një ku dëgjon ç'a ishte dhe kjo pastaj ishte që ka shumë domethënie. Ishim dhe para zgjedhjeve, ai ishte një 3 pikësh i dedikuar për palën kundërshtare. Do Rama ka për 3 pikësh. Sa e bukur kjo. Kush ishte autori kësaj? Po të gjithë bashkë, se nuk mund të ndash dot. Jo, piktori them se ideja e jotja ishte, jotja. Këtë e ka bërë një dashamirësi Joni dhe imi bashkë, Astrid Beluli. Okej, foto tjetër. Dhe gjë rastin ta përshëndes e ta falenderoj për punën. Po, përshëndesim autorin e kësaj. Po çam ngatron mua tani kot. Po ti do të kesh kundërshtar atje, pritse se ka marrë fjalën ai. Pritse si ka ngrënë. Ai ka qenë presidenti i Republikës, ka qenë kryeminist, është opozitar, kryetari i një partie si Partia Demokratike. Suksese në jetë, them unë. Të ketë shëndet. Suksese në jetë, po ai se ka ngrohur akoma motorin. Po kur të marrin fjalën ai thotë Tërbet Peçi, ti gjej aty. Çfarë do i thosh ti? Po çfarë do t'i them unë tani varet si do t'i them tani. Çfarë do t'i them unë tani? Se Berisha kur të bën nuk të fal. Po tani. Labje ti po edhe ai. Unë jam mësuar. Tropojan? Po mirë, dakord. Nuk di çfarë do t'i them, s'kam çfarë t'i them se edhe mosha ime në moshën e atij tani ka një. Do të thënë pyetja ime për të qenë serioz, do të thënë do t'i përgjigjesh atyre akuzave që ai do bëj? Po varet nga akuza dhe varet nga pyetja dhe varet nga retorika që do të përdorin. Unë në të drejtën time si kushdo. Po si kushdo. Si kushdo. Si ka mundësi po të drejtojmë kështu tani që një burr, ai s'është burr tani ka kaluar më 81 vjeç, ka energji më shumë atje në Partinë Demokratike. Si ka mundësi? E vlerëson këtë? Nuk e marr ndonjëherë. Edhe nuk jam për të bërë vlerësime, nuk jam marrë ndonjëherë se ndofta nuk është forca ime politike që t'isha marrë dhe t'isha brenda. Po të qepër në familjen tonë politike, të më pyesje për dikë, tani nuk e di fare çfarë të bëjnë këta, s'merrem fare. Foto tjetër? Më pëlqeu shumë kjo foto.
Nuk e quaj Ja tani nëse ma lejon atë projektin e parë që thash unë tani me të ndjerin Kujtim Çela, atë qendrën e sheshit aty tek Lord Bajroni, ne e kemi konceptuar së bashku. Jo, qendra është kjo, nëse më lejon që të ndjerim. Është kjo. Këtu e kemi filluar ne. E në fillim fare pastaj. Tani Kujtim Çela se ka shumë Kujtim Çela. Ka ndruar Kujtim Çela nga Tepelena, ka ndruar jetë inxhinier. Nga Tepelena. Po. Ajo ka qenë një kështu një. Dhe ndofta ata para gjykusit e skeptikët e mëdhenj thoshin tani ku do kalojnë makinat, si do kalojnë makinat, çfarë po bën ky, po shkatron qytetin, ky nuk di, ky nuk bën. Dhe projekti i dytë mbas kësaj ka qenë lagja 15 shtatori, që është spitali, rehabilitim dhe sistemim i spitalit. E pastaj vazhdoi loti i parë nga Anxhësia deri në qendër, loti i dytë pastaj nga qendra edhe deri në anën veriore të Kalas, dhe loti i tretë dhe i katërt, këtu keni fotot vjetra, ju po të shikoni, është bërë një investim ku të gjitha banesat, unë do të thoshja, janë rindërtuar nga e para. Banesat e vjetra? Dhe mendoj dhe besoj shumë, jo vetëm për Tepelenën, po për të gjitha banesat që shikon, janë restauruar, ndërtuar, dhe Kalaja do të jetë motor ekonomik jo vetëm për banorët aty dhe për Tepelenën, por unë jam besim plot dhe i bindur që për të gjithë qarkun. Sa banorë ka tani Tepelena? Rreth në total tani me ndarjen territoriale janë rreth 16.300, 16.400 banorë. Ja, goxha nuk është. Shumë mirë e keni bërë ju, po edhe këtë investimin këtu të bypassit, pa prap kjo qeveria ka bërë, se ka qenë një gangre në vite, edhe në lidhje me trafikun, edhe në lidhje me jetët. Si tha komandanti yt Edi Rama, që aty një holandez çdo aty, tha. Shiko. Kur shikoj tërmeti, tha holandez, tha, në rrugët e Tepelenës, tha, se kishte menduar vetë tërmeti, tha. Unë e thash edhe pak më parë, numri i turistave tashmë unë po sigur ta them kështu unë më drejtë për drejtë, që jemi drejtë për drejtë. Po. Dhe me ju Roland, po edhe me publikun. Ore, në Tepelenë ishte në 2011 kur kemi marrë detyrën, kjo nuk është për të bërë tani për të rrahur gjoksin tani, po kjo është një gjë e vërtet, është kokfort de facto. Edhe familjarët tanë, edhe banorët e Tepelenës kur iknin, shkolloheshin dhe shkëputeshin nga Tepelena, nuk ktheheshin më në Tepelenë. Nuk ktheheshin, po tani? Po absolutisht. Tani ka një trend rritje dhe po të shikosh, dhe nuk e di nëse ju e keni, tani nuk e di nëse keni informacioni dhe po të keni materiale aty që janë kthyer dhe po investohen dhe në investime bashkohore në të tre njësit, në shumë fshatra në të tre njësit e Bashkisë Tepelenë. Okej. Qofse na ndihmon regjia me një foto më të re se sa kjo, me këto që tha zoti Peçi, do ishte më mirë. Foto tjetër? Po, kjo është bërë... Kjo është një monument i vjetër, por pyetja ime është... Montaz Drami ka bërë këtë. Po jo, çfarë simbolik? Në bashkëpunim me Bashkinë e Tepelenës dhe me disa donatorë. Kjo mos gaboj është e viteve 90? Jo, është mbas viteve 90. Po, e viteve mbas 90? Po. Mbas viteve 90? Nga 2003-shi. 2000 fare. Për të mos qenë, më thënë që të mos bëjnë lapsus të thonë vitet, por mbas këtyre viteve. Do të mbas rozimit në kohën që ka qenë Ndjeri Xhaferuçi, kryetari i Bashkisë Tepelenë. Është vendosur. Keni cilësi kështu si Alipash Tepelena, se gjithë tepelenësit do duan të kenë cilësi të Alipash Tepelena. Ti vetë ke? Ke mund cilësi si të Aliut? Po. Të gjithë tepelenësit kanë cilësi. Këtë e thash vetë, ti vetë ke? Nuk e besoj, nuk e mendoj, po ndofta dhe unë si të gjithë tjerët, sa do pak mund të kem në një pikë. Dhe jo vetëm të Aliut. Ka një pyetje unë, a do jetë bas yt që ti të sjellësh kokën e varrosur në Stamboll të Alipash Tepelenës, sepse bëri përpjekje Sali Berisha kur ishte kryeminist, por nuk e solli. Premtime kot thoti, premtime bosh. Nuk e premtoj dot në kuptimin e mirë, ne kemi pa absolutisht e kemi diskutuar edhe me Aurontaren, ne kemi diskutuar edhe me vllajën e tij që ishte atashe në Genti, Stamboll. Ka një procedurë shumë të gjatë, nuk e di, kjo nuk kërkon vetëm fuqinë dhe mbështetjen. Një deputet tani, sekretar bashkie. Po kërkon edhe mbështetjen e disa faktorëve më lartë. Po tani me Edi Rama tani komandanti, sillin kokën e Alipashës. Po tani nuk mund të bëj dot premtime kotën se thash fjalën. Jo premtim. Jo, nuk po të them premtim. Po them, a ke dëshirë dhe a do i imponjosh? Absolutisht, pse jo, patjetër tashmë që Tepelena ka marrë një investim rrënjësor
Dhe ndofta gjithë fokusi është përveç se thash atyre faktorëve lektoriem të thash, është edhe fokusi i turizmit, pse jo që të jetë edhe koka e liut. Po do ndryshosh këngët mëse? Koka në Tepelen dhe trupi një anin do thosh mëse? Këngët i ka bërë populli, nuk ndryshojnë do të. Jo, po e solle, tërmet Peçi, po e solle kokën në Tepelen, do ndryshojt kënga pasaj, koka në Tepelen në more, trupi një anin, jo koka në Sambo. Po, këngët jemi largë shumë, po. Po ti këndon, se do flasim për.